Autobusët e shërbimit të transportit urban ndërqytetas dhe ndërkombëtar në Vlorë dolën këtë të hënë në një tjetër protest. Rreth 100 përfaqësues të këtij shërbimi janë mbledhur sërish, duke i bërë thirrje edhe një herë Bashkisë së Vlorës të rishikojë vendimin e zhvendosjes së stacionit interurban dhe ndërkombëtar. Vendimi për zhvendosjen e këtij stacioni nga rruga e re në hyrje të qytetit në zonën tek paraburgimi drejt shkollës së aviacionit është kundërshtuar nga drejtuesit e mjeteve dhe përfaqësues të kompanive të transportit ndërqytetas dhe ndërkombëtar. Sipas tyre, destinacioni i ri nuk plotëson asnjë kusht, ndërsa mungojnë ambientet e shërbimit, streha e pritjes për pasagerët, tualetet publike dhe hapësira e ngushtë e trotuarit për qëndrimin e pasagerëve, sinjalistika dhe rreziku aksidenteve. Por mbi të gjitha, distanca është e largët nga qyteti. Unë jam Francesco Januzej, përfaqësuesi i shoqërisë interurbane. Edhe sot jemi mbledhur këtu për stacionin që na ka kaluar bashkia në miratim, që është stacioni i ri këtu te Kastrati, te rruga që lidhet me burgun. Dhe ne s'jemi fare dakord, nuk kemi bërë asnjë marrëveshje, asnjë gjë me bashkinë që thotë kemi bërë marrëveshje, kemi rënë dakord me autobusat, ne nuk kemi dakord. Tu s'plotësohet asnjë kusht. Tu qytetari është i rrezikuar, shoferët janë të rrezikuar dhe ne nuk kemi dakord fare, s'ka kushtet më minimale. S'kemi ku mund të qëndrojmë, s'kemi ku mund të vëmë një biletari të ri shoferi dhe pasagerët të rinë rehat, që të presin autobusin. Në qoftë se ka kushte, në qoftë se ndërtohet një terminal, ne atë po kërkojmë. Se terminali është për autobusat, nuk mund të na çojë në rrugë. Ktu na rrezikohet jeta. Pirateria tani është rritur gati 95%. Ne 5% po çojmë pasagerë në Tiranë, tani edhe në rrethet e tjera. Sepse në vendet që ishim ne, tani ka kaluar stacioni fugonave, taksive, 4+1. Ne do vazhdojmë, do pezullojmë punën, siç e kemi pezulluar dhe sot. Do pezullojmë punën se s'ka zgjidhje ky më fenomen. Po na marrin nëpër këmbë. Ne jemi taksapagues të rregullt edhe nuk po ja dalim dot më. Dhe kërkojmë terminal asnjë gjë më tepër. Si është terminali këtu? Ka probleme? Nuk ka asnjë lloj kushti. Asnjë lloj kushti nuk plotëson. As pasagerin, as për neve që punojnë. Një tualet, një... Do t'i vazhdoni protestat? Do vendosim, se di. Sot kishte autobusët? Autobusët, po, ishin protest. Kemi lënë punën. Vim këtu si të internuar. Çfarë ju kanë thënë? Kanë premtuar? Po premtojnë që shumë shpejt do bëhet një terminal, po se kur premtime janë. Si kundërshtoni? E kundërshtojmë se këtu s'ka kushte punë njërë. As për pasagerin, as për ne që punojnë. Edhe burim rreziku. Edhe burim aksidenti për pasagerët, për njerëzit. Por nuk është muhabeti se ne duhet bëjmë luftë me atë. Po s'ka kushte Republikë, s'ka kushte, banjo, s'ka mbules. Qytetarin ku do rinë, shi njerëzit. Gratë ku do vënë këtu. S'ka banjo publike një, është turp i bos. Nuk e di se çfarë po bën këta. Çfarë të themi më ne? Njerëzit nuk na vinë. Aty përpara na i marrin taksit. Këtu në terminal nuk do të futet taksia fare, absolutisht. Këtu futet kështu, vjen para autobusit dhe i thot, hajde e Tirana, hajde Berati, hajde Lusja, na i marrin aty dyert e makinës, sa themi. Ne s'do bëjmë grusht me njerëzit. Ata do t'i ndalojnë shteti, jo neve. Sot protestuat? Protestojmë gjithë, shikojmë çfarë do bëjmë. Kjo është punë e bashkisë, nuk është as e policisë asgjë. Punë e bashkisë. Bashkia duhet krijonte një herë kushtet, pastaj na transferonte. Duhet krijojë kushtet. Bashkia. Ja ti shikoj vetë aty. Ku do vesh? Ja do të vënë tualet boti. Janë gra, janë pleq, janë çupa të reja, janë studentët. Ku do vënë? Është turp i bos. Ne kemi shumë problem. Këtu nuk ngarkohet. Po ta bagazhin del 1 metër në rrugë dhe bëhet aksident, kush marr përgjegjësi nuk e di. Në gjithë Shqipërinë, jo në botë, ka terminale. I vetëm qytet vetëm Vlora s'ka terminal. Me që thonë që është provizor, na lënë atje ku kemi qenë derisa të bëhet terminal. Këtu është rrugë, atje nuk ikën me shpejtësi njerëj, kurse këtu ikin me shpejtësi. Po, neve kemi pezulluar punën, patjetër. Neve kemi pezulluar punën, nuk bëhet fjalë fare që të ngarkojmë këtu. Neve linjat ndërkombëtare nuk bëhet fjalë fare që të ngarkojmë dot këtu. Fillimisht përshëndetje dhe ju urojmë juve që na keni ardhur për të cilësuar neve kushtet që kërkojmë. Ne kërkojmë kushtet më minimale që ekzistojnë. Stacioni ku na ka caktuar kryetaria e bashkisë është stacion
më mizerabël që nuk plotëson kushtin më minimal. Po ta shikoni me kamerat tuaja, edhe koshat e mbeturinave i kanë vendosur sot në mëngjes dhe i kam pa bolona. Halli jon është edhe ky, nuk ka kushtet më minimale. Nuk ka një tualet dhe kushti më minimal që kërkojmë ne është se këtu është burim aksidenti. Ne duam një terminal. Derisa të na bëhet terminali, mund të na lënë atje ku ishim. Shoqërisë Transel nga Elbasani. Vi nga Elbasani këtu për të stacionu. Kur nuk kam stacion, nuk kam ku të rri. Vjen pasagjeri nuk e pres do ku ta pres, se s'kam ku ta pres sepse ndërsa s'ka stacion. Edhe kërkojmë të bëhet të terminali. Duke bërë terminali, mbyllen gjithë problemet. Por këtu jemi shumë skandalos. Nuk jemi të rrezikuar në çdo hap, në çdo moment, sepse njerëzit nuk janë gjithë lloj. Ti hap bagazhin, ai bën në fut kokën atje, edhe do të përplasën me makinë. Edhe me bicikletë përplasë ashtu, edhe me makinë që vjen 70 në orë, 80. Dhe kjo është shumë problem. Jo, tu s'ka toalet, s'ka asnjë gjë më normale. Ndërsa drejtori terminali është mbyllur çdo veprim, çdo gjë, sepse ne atë kërkojmë, sepse ne jemi falimentuar, pavarësisht se ne jetojmë me sforca. Edhe këtu kemi dalë ne s'marrim gjë. Edhe pasagjerët theksojnë se ky nuk është një stacion i përshtatshëm, pasi nuk ka kushtet më elementare, ndërsa ata janë të rrezikuar për jetën. Ka është ambienti i përshtatshëm binesh. Kemi që mëngjes unë edhe rri herë atë parë, për plus ambientit. Pa njoftim, pa gjë, pa. Qa ambienti është, rri në shita. S'dinë që bëjnë ta. Ta kam të rezivet. Se vojnë neve rrugë si ku. S'do da di njëri. Po kemi, që në orën 9. Si jemi nis akoma, dhe këta kanë të drejtë, se do rrim shit. Ku ka, jemi gra, jemi femra, ku do rrim? Shu që çdo gjë është e kotë për këtu. Për këtu s'ka asnjë. Për këtu s'ka, se për shembull unë jam nga poshtë. Me ç'a do vi? Jam i urbani. Me ç'a do vi gjerë këtu? Kështu që është çdo gjë është. Vend për qytet pa terminal. Kudo që të vesh ka një vend vogël. Nësa këtu nuk ka. Edhe është qytet i madh, qytet turistik, të rri pa një terminal, është skandal. Po se ç'a do bëj? Radh parë një do të vedor shteti. Protesta e kësaj tëne është reagimi i sajti kompanive të transportit, ndërsa paralajmërojnë se nëse nuk do të ketë një reagim, protesta do të përshkallëzohen duke bojkotuar për ditë të tëra shërbimin.